E shikues të dashur, sot në studion e Pasion e Profesion kemi kënaqësinë të mirëpresim profesionistë të shëndetësisë, doktor, me të cilët do të flasim për tema shumë të rëndësishme që prekin jetën tonë të përditshme. Pra në sofrën e Prishtinës do të diskutojmë për shëndetin publik, rëndësinë e ushqimit në mirëqenie, gripat sezonale dhe viruset, vaksinimin, si dhe për sëmundjet kronike dhe sfidat që ato sjellin. Një bisedë informative, profesionale dhe shumë e nevojshme për secilin prej nesh. E unë i mirëpres këtu në studion e Pasion e Profesion edhe mysafirët e mi në sofrën e Prishtinës. Mirë se keni ardhur, është kënaqësi shumë e madhe që jeni këtu, mund të uleni. Faleminderit. Sofrën e Prishtinës pra këtë muaj po e fillojmë me ju. Po besoj që edhe me ma të rëndësishmet. Më lëni t'ju prezentoj pak, këtu bashkë me mua në këtë ryez janë doktor Rushit Ismaili, doktoresha Arieta Pula, doktoresha Saadete Kelmendi dhe doktoresha Violeta Haxhiaj Noberdali. Mirë se keni ardhur, është kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit, kënaqësi të jemi në studion tuaj. Do të flasim shumë për tema të ndryshme, kryesisht pra gjithçka do të sillet rreth shëndetësisë. Do flasim do e fillojmë këtë bisedë në qenë se kemi të vetmin me doktor Rushitin. Po fillon nga unë, faleminderit për privilegjen, për përparësinë që më jepni. Jemi 4 gra këtu, kështu që patjetër që duhet t'japim pak përparësi. Ndonjëherë edhe ne kemi një avantazh, kështu që të flasim të parët, të marrim të parët primatin për të qenë në fillim. është kënaqësi për mua. Po, por do doja ndoshta të bisedoja edhe për sëmundjet kronike, ndoshta doktor Rushit mundesh me na tregu më shumë se cilat janë sëmundjet kronike më të shpeshta që po hasin pacientët sot. Nëse flasim për sëmundjet kronike, janë disa sëmundje të cilat zgjasin edhe kërkojnë vëmendje afat gjate, janë disa në listë, po më të shpeshta janë hipertensioni dhe diabeti, me të cilën ne në kujdesin primar dhe miksim familjare ballafaqohemi. Ka dhe sëmundje tjera si astma, sëmundjet e veshkave ose dhe hipotiroidizmi. Mirë po, hipertensioni dhe diabeti janë ato të cilat janë më të përditshmet dhe që pacientët ankohen më së shumti. Po cilat ndoshta janë ato simptomat e para që nuk duhet t'i neglizhojnë kurrë tek diabeti, por edhe tek hipertensioni. Në kujdesin primar ne përpiqemi që t'i zëm ato para se të shfaqen simptomet. Hipertensioni është pak si më i heshtur. Mirë po, për fat njerëzit e masin shtypjen e gjakut. Edhe ne, doktorët, gjithmonë kemi kujdesë në çdo vizitë të bëjmë edhe përcaktimin e tensionit arterial shtypjes gjakut. Kështu që e detektojmë me këtë se a ka hipertension ose jo. Mund të ketë ndonjë dhimbje koke, mund të ketë marramendje, mund të ketë mundim, po këto janë raste kur kemi nivele shumë të larta të shtypjes së gjakut. Përndryshe diabeti, edhe ato e detektojmë me herët me anë të analizave laboratorike. Sot njerëzit kanë kujdes të bëjnë teste laboratorike. Mirë, po nëse jo, ato kanë tharje të gojës, kanë ndjenje të mundimit, disa hanë shumë, pastaj kanë probleme me urinim. Mirë, po thash, këto janë në fazët e avancuara të sëmundjes. Ne i kushtojmë rëndësi shumë informimit, edukimit shëndetësor, edhe përpiqemi që të pacientët tanë të detektojnë këto probleme më herët, ose dhe kur anëtarët e tyre të familjes kanë ndonjë nga këto probleme pritet që të kenë edhe ata. Ndoshta të flasim pak edhe për moshat e reja, apo prekën moshat e reja me diabet dhe me tension të lartë. Zakonisht preken moshat mesatare ose moshat të shtyra. Mirë po, kohëve të fundit është edhe një fenomen pak shqetësues që edhe më të rinjt po preken nga problemet kardiovaskulare të zemrës që kanë lidhje me hipertensionin edhe me diabetin. Kjo ka të bëjë me mënyrën se si po jetojmë ne sot, mënyrën se si po ushqehemi. Përpara më shumë kemi qenë pranë natyrës, pranë aktiviteteve në fusha, në kopshtije, njerëzit edhe kanë mbjellur perimet, janë ushqyer nga kopshti, sot më shumë ushqehen nga ushqime që janë sintetike, më të shpejta që procesohen lehtë. Kështu që kemi raste kur kemi edhe hipertension dhe diabet, edhe sëmundje të zemrës të moshat e reja. Është fenomen më i rrallë, mirë po nuk është që nuk shfaqet ndonjëherë. Po të flasim ndoshta pak edhe për kontrollat rutinore. Sa është e rëndësishme që ti kryejmë ato kontrollat rutinore për parandalimin e komplikimeve?
Ne ju ofrojmë këto në çdo rast kur vinë edhe për probleme tjera, tazëm, nëse kanë ardhur për çështjet e gripit, për cilën do të flas duket Violeta pak më vonë, doktoresha Violeta. Mirë po, e shfrytëzojmë rastin që të ofrojmë kujdes edhe për sëmundjet kronike. Shpesh, tazëm, në çadrën mjekësisë familjare ne kemi edhe ultratingull, edhe kur i them që të bëjmë ndonjë ekzaminim përveç matjes së shtypjes gjakut, po thotë doktor, unë jam i shëndetshëm. Po çka nëse dhe je shëndetshëm, ti do të bësh ekzaminime edhe kur je i shëndetshëm. Po. Kjo ka të bëj edhe me matjen e tensionit arterial, edhe me matjen e sheqerit, glikemisë. Jo tek ata që janë krejt të rinj, mirë po të moshat të cilat fillojnë që Më duket se tashmë ka filluar që po. të kujdesen më shumë të gjithë edhe për vetën, normalisht. A moj me thonë kështu t'i ringati vetës më shumë? Është e vërtet që njerëzit i kushtojnë më shumë rëndësi kujdesit shëndetësor. Ka disa që vinë edhe me teste laboratorike të gatshme, ose tani kanë tensiometër në shtëpi edhe masin shtypjen e gjakut. Kështu që është më e avancuar se sa përpara. Ndoshta sa i përket stilit të jetës, domethënë marrës me aktivitet fizik, edhe të ushqyerit të shëndetshëm mbetet për të dyshuruar krahasim me gjeneratat e përparshme. Mirë, po më shumë kujdesen për shëndetjen, është e vërtetë. Po cilat janë gabimet më të zakonshme që bëjnë pacientët me terapi? Me terapi, kur është fjala, qoftë hipertensioni, qoftë diabeti, disa përtojnë që të fillojnë marrjen e terapisë. Thonë jo, unë jam akoma i ri, akoma e re që të filloj me terapin. Edhe thonë që ndoshta e rregulloj përmes stilit jetës, që është gjë shumë e dëshiruar, po jo gjithmonë ja arrin. Kështu që edhe kur e marrin terapin, edhe për një moment përmirësohet. Tazëm, nivelet e sheqerit janë normale tani, edhe thotë ta ndërprej terapin sepse unë jam mirë, ose edhe të shtypjes së gjakut. Po them, sa mirë që ne arritëm në këtë nivel që ta rregullojmë shtypjen e gjakut edhe ta rregullojmë glikemin. Kështu që do të vazhdosh ta përdorësh terapin në kohë të rregullt, ashtu siç është caktuar, jo kur ti e heton që thonë të njerëz. Edhe ta marrësh vazhdimisht, as mos arrisësh dozën, as mos ta zvoglosh dozën, ashtu siç e kemi bërë planin e përbashkët. Po çfarë këshille do t'ju jepje personave që sapo janë diagnostifikuar me diabet ose me hipertension? Ta marrin me qetësi, është ndoshta një lajm jo shumë i mirë, gjithkush do kishte dashur që të mos kishte këto dy sëmundje kronike, sepse janë afatgjata, nëse ke vendosur për të futur në terapi, ajo është terapi e cila ndoshta duhet ta marrë tërë jetën. Mirë po, është fat që kemi terapi për to. Krahas ndryshimit të stilit jetës, që doktoresha Arieta sigurisht do të flasë në detaje, nëse i kemi futur në terapi, ta marrin terapin ashtu siç e kemi bërë planin e përbashkët, në kohë të caktuar, gjithmonë terapinë e njëjtë, gjithmonë dozën e njëjtë. Kjo i mbron pastaj në të ardhmen nga sëmundjet kardiovaskulare, i mbron nga komplikimet në sy, në zemra, në veshk, të jetojnë sa më shëndetshëm, ta marrin terapin me rregull. Ndoshta kjo është mesazhi që do të japja në përgjithësi, bashkë me dietën e shëndetshme, po shoh që këtu po ofroni ushqime të shëndetshme, që tani ndjej aromën. Kjo është ndoshta qelsi, po do të marr këtë pjesë doktoreshës Arieta që do të flas. Mirë po, të jenë të vazhdueshëm në marrjen e terapisë së rregullt. Po. Ndoshta tashmë doktoresha Arieta na tregon se çka nënkupton për ju një jetesë e shëndetshme. Ne i shohim me shumë entuziazëm dhe i zbatojmë çështjet e edukimit shëndetësor të pacientëve dhe qytetarëve tanë në përvetësimin, duke inkurajuar ata në përvetësimin e një stili të shëndetshëm jetese, që nënkupton ushqim të shëndetshëm, aktivitet të rregullt fizik, gjumë të mjaftueshëm, po ashtu të pini ujë mjaftueshëm, jo duhan, jo alkohol, si dhe të redukohet sasia e kripes, sheqernave dhe ushqimeve të përpunuara. Po sa ndikon pasi që jemi edhe në një studiu ku po përgatitet ushqim, sa ndikon ushqimi në parandalimin e sëmundjeve? Po është e vërtetë se shumë autorë thonë se shëndeti nuk mund të blihet, para fitohet përmes stilit shëndetshëm të jetuarit. Shëndeti ju ndikohet nga mënyra se si ushqemi dhe si jetojmë çdo ditë. Çka do të thonë se ka një rëndësi shumë të madhe zbatimi i një diete të shëndetshme gjatë tërë jetës, që
që përfshin një dietë ekuilibruar me ushqime të pasura me fruta, perime, pastaj drithra integral, mi shpule, mi shpeshku, të redukohet kripa, sheqernat, dhe që të gjitha këto ndikojnë në parandalojnë keq ushqyerjen, e parandalojnë rritjen e peshës trupore, pashtu zvoglojnë rrezikun për smundjen e tensionit të lartë, shtypjes së lartë të gjakut, pastaj smundjeve të zemrës, pastaj diabetit, edhe disa lloje të ndryshme të kancerit. Doktoresha Rita, apo ushqemi ne sot më keq se në vitet e kaluara? Unë thash edhe më herët që ne si profesionistë të kujdesit parësor shëndetësor me shumë entuziazëm i zbatojmë çështjet e edukimit shëndetësor, gjithmonë duke u munduar të edukojmë pacientët qytetarët tanë për stil të shëndetshëm të jetuarit. Me ushqim të shëndetshëm, me aktivitet fizik, thjesht ushqime pemë, perime, ushqim ekologjik natyral. Po, a ekziston një formulë ideale për ushqyerje të shëndetshme për familjen? Po, është mirë që të gjithë të synojmë zbatimin e një diete të ekuilibruar, duke përfshirë pemët, perimet, mi shpule, mi shpeshku, drithra integral, vezet, qumsht me pak yndyrë, vaj ulliri. Po, edhe ju ndoshta si zotri Rushit, doktori jonë Rushit, të na tregoni ndoshta t'ju jep një mesazh të gjithë atyre që po na ndjekin në emisionin Pasion e Profesion, se si të jetojnë shëndetshëm, si të kujdesen më shumë rreth shëndetit të tyre. Nuk thuhet kot se një shoqëri e pasur është një shoqëri e shëndetshme. Shëndeti është pasuria më e madhe. Kështu që të kemi kujdes në ushqim të shëndetshëm, pastaj aktivitet fizik të rregullt, palestra, vrapimi, pra edhe ecje çdo ditë. Vetë ecja është një ilaç natyral. Të bëni gjumë të mjaftueshëm, 7 orë brenda natës, jo duhan, jo alkohol, pastaj të redukohet kripa, sheqeri, pashtu është rëndësishme që të bëni edhe vizita të rregullta periodike, edhe nëse ndjeheni mirë. Po. Si dhe ekzaminimet, si dhe kontrollat e ardhshme sipas rekomandimeve të mjekut tuaj familjar. E këtu do të dëshiroja që të lidhesha pak me doktoreshën Saadete dhe do na tregojë ndoshta më shumë se sa janë të rëndësishme vizitat mjekësore në shtëpi për pacientët. Faleminderit, përshëndetje për gjithë juve, faleminderit për ftesën që na keni bë, për dallim nga kolegët e mi të cilët ofrojnë shërbime shëndetësore në qendrat e mjekësisë familjare. Shërbimi ynë, konkretisht shërbimi i mjekimit shtëpiak, të gjitha shërbimet dhe vizitat i kryhen nëpër shtëpia. Këto janë shumë të rëndësishme dhe janë shumë profitabile për pacientët të cilët marrin shërbime nga ne, pasi që vizitat dhe shërbimet ne i kryjmë nëpër shtëpi, të cilët pacienti në ambientin e vet ku jeton është rrethuar nga familjarët, pastaj njihet me komod, dhe gjithë ekipi mjekësor është i përkushtuar ndaj atij pacienti. Kjo është shumë profitabile dhe profitabiliteti më i madh është sepse të gjitha shërbimet dhe vizitat e na kryhen pa pagesë, do të thotë që këtyre pacientëve i kursihet edhe xhepi shumë. Po cilat pacientë kanë më së shumti nevojë për këtë lloj shërbimi? Kategoria pacientëve që ofrojmë shërbime ne janë pacientët të cilët nuk mund të marrin shërbime shëndetësore në asnjë qendër të mjekësisë familjare. Sa do e afër që është ajo qendër, do të thotë që parimi i bazë i funksionimit të shërbimit tonë është pa aftësi e pacientit për lëvizje. Janë pacientë të cilët janë me moshë mbi 65 vjet, mirë, nuk do të thotë atë pacienti i cili ka moshë mbi 65 vjet, i cili ka gëzon shëndet shumë të mirë, nuk mund të merr ose nuk ka të drejtë të merr shërbime apo të vizitojnë në qendrën e mjekësisë familjare. Ne kemi edhe pacientë që janë me moshë edhe më të reja, të cilët posedojnë smundje të ndryshme, qofshin ato gjenetike të lindura apo të fituara, pacient me smundje kronike, pacient me paraliza të lindura apo të fituara, me diabet, pas intervenime kirurgjike, pacient me demenca, pacient me mosha të shtyera, pacient me srregullime të pamërit, të dëgjuarit, dhe këto kategoria do të thotë gjithë ata pacientë që nuk mund të ofrohen në qendrën e mjekësisë familjare më të afërt. Po besoj që gjatë vizitës në terren tek këta pacientë ju hasni edhe në shumë sfida, apo jo?
Në momentin që dalim ne si ekip, ku në përbërën të ekipet gjithmonë është mjeku, është infermieri, si dhe të gjitha vizitat kryen me autoambulancë, ne normal si dalim për qendrës mund të hasim në sfidat e ndryshme, është komunikacioni ngarkuar, distanca shumë e madhe ndërmjet pacientëve, pasi shërbimi ynë e mbulon gjithë qytetin e Prishtinës me gjitha fshatat përreth. Pastaj sfida më e madhe, cilën ne diskutojmë edhe me kolegë, janë edhe terapitë shumëta të cilat i japim ne, që janë terapi të përshkruar sidomos nga klinicistët. Ato janë terapi me infuzione me sasi shumë të mëdha të infuzioneve, të cilat nganjëherë më shumë e mbi ngarkojnë edhe gjendjen e tyre, edhe pse këta pacienta janë shumë me imunitet të zvogëluar, kanë probleme shumë të mëdha kardiovaskulare, pulmonale dhe marrja sasive të mëdha të lënxheve, atëherë edhe më shumë edhe e shkatron edhe më shumë dhe dëmton edhe më shumë shëndetin e tyre. Konkretisht dhënia e madhe e antibiotikëve, të cilat ne shumicën e rasteve nuk pajtohem me këtë dhënie të mëdha të antibiotikëve, sidomos të gjitha llojet të antibiotikëve që ju përshkruhen nga klinicistët, atëherë ne ju japim në shtëpi. Mirëpo është një dhënia antibiotikut në kushte shtëpiake për atë një rrezik në vete, sepse mund të ndryshe është kur e merr pacienti shërbimin në qendrën e mjekësisë familjare, si është rrethuar nga stafi mjekësor, dallon kur e merr shërbimin dhe terapinë, sidomos me antibiotik në kushte shtëpiake. Pasi ne për shkak të pamundësisë së kohës që të qëndrojmë në shtëpi deri ta merr terapinë infuzive, ndodh shpesh që e presim 10 minuta, 15 minuta deri sa ta përcjellem gjën e tij, ka ndonjë reaksion alergjik të mundshëm, mirë po dim që reaksionet alergjike mund të jenë edhe më të vonshme, se cila paraqet rrezikun e vetë. Zonja Sadi, të falenderoj shumë për gjitha këto informata. Ndërsa tani do kalojmë për fund të kësaj interviste edhe tek doktoresha Violeta. Do shta me na tregu pak për gripat sezonal. Pse gripat sezonal janë më të shpeshta gjatë periudhave të caktuara të vitit? Faleminderit për mundësinë që na e dhat me qenë këtu në studio së bashku me kolegët e mi. Të gjithë mendojnë se gripi sezonal është vetëm në stinën e dimrit, mirë po edhe në pranverë kemi virus, kemi grip sezonal. Gripi sezonal, edhe pse pranvera është një stinë e ngratë, mirë po është me kohë të ndryshueshme, shëndeti njeriut pëson disa ndryshime në ndryshimin e kohës. Pra edhe në stinën e pranverës ne kemi pacientat e cilët kanë simptoma të gripit. Po, si më ta bëjmë ndoshta dallimin e një gripi sezonal me një virus më serioz? Po, dallimi është shumë i qartë me një qytetar i cili ofrohet në qendrën e mjekësisë familjare më të afërm që të kërkojë ndihmë shëndetësore për një grip të thjeshtë, i cili mund të kaloj edhe në shtëpi, që mund të kaloj edhe vetvetiu, për shembull ka simptoma të thjeshta, si për shembull ka një kollitje, dhimbje fyti, një temperaturë të moderuar, ndërsa tek një virus shumë serioz mund të ketë simptoma si temperaturë mbi 39 gradë Celsius, frymëzanie, kollitje shumë e theksume, fishkëllima në gjaks, marramendje, shtangim qafe, këto janë disa simptoma që dhimbje gjoksi, këto janë disa simptoma që na bëjnë me dallu prej një gripi të thjeshtë nga ai që është shumë serioz. Po, sa është i rëndësishëm vaksinimi kundër gripit? Vaksinimi, kjo është një pyetje shumë e mirë, vaksinimi është një mjet shumë i domosdoshëm, efikas dhe i qelluar që të mbrohen qytetarët nga virusi i gripit. Kjo vaksin duhet të merret në fillim të tetorit, merret në pjesën e sipërme të krahut dhe secila qendër e mjekësisë familjare është e pasur me këtë vaksin, e posedon këtë vaksin. Dhe kjo vaksin, edhe kjo vaksin na mbron një vjet. Efekti i vaksinës fillon 1 deri në 2 javë pas marrjes së vaksinës së gripit sezonal. Po cilat janë kategoritë më të rrezikuara nga komplikimet e gripit? Kategoritë më të rrezikuara nga gripi janë fëmijët nën 5 vjet, personat e moshuar mbi 65 vjet, personat me smundje kronike, si edhe personat që kanë smundje kronike të cilet si për shembull personat që kanë imunodeficiencë të dobësuar apo imunitet të dobësuar dhe kanë smundje kronike. Po si mund ta forcojmë imunitetin gjatë sezonit të virozave? Imuniteti krijohet duke u ushqyer shëndetshëm,
duke bërë aktivitet fizik, duke bërë gjumë të mjaftueshëm, duke pastruar duart, pra duke krijuar një higienë si personale, si higienë për të mbaj higjienën në punë, edhe në ambientet e punës dhe në ambiente shtëpiake. Pra ka shumë rëndësi ushqimi, aktiviteti fizik, gjumi, uji mjaftueshëm. Për shembull, një person duhet të pi ujë mjaftueshëm 2 deri në 2 litra. Sa i përket tek virozat, doktor Ushiti ka një thonje që pacientët apo qytetarët të konsumojnë çaj, ujë, supë. Çaj, ujë dhe supë. Në vend të infuzioneve, ose në vend të antibiotikëve, se gjërat po na ndërlidhen. Shumë më e mirë dhe më e lehtë. Doktore Sharjeta, ajo që ne promovojmë është një jetë e shëndetshme, është mënyra më e mirë për të përballuar edhe griprat, edhe për të mjekuar hipertensionin dhe diabetin, kurse sa i përket asaj se si po shehemi krahasuar më përpara, ndoshta është pak e vështirë për të dhënë një përgjigje përfundimtare, sepse në të kaluarën ndoshta nuk ka pasur ushqim të mjaftueshëm, varësisht ku kanë jetuar njerëzit. Ushqimi ka qenë më i natyrshëm, sepse njerëzit kanë punuar në fusha, kanë punuar në kopshtije dhe janë shyer nga to, mirë po ka pasur edhe vende ku nuk ka pasur të mjaftueshme. Tani ka ushqim të bollshëm, mirë po jo çdo herë është i shëndetshëm, sepse nëse futesh në markete ka plot ushqime të cilat procesohen lehtë, janë kryesisht me bazë të sheqernave, karbohidrateve, edhe cilat pastaj ndikojnë në obezitet, që të gjithë, domethënë ka disa të cilat e mbajnë mirë linjën trupore, por është goxha sfidë që në jetën moderne të kesh një peshë ideale, pavarësisht asaj që bën aktivitetit fizik, edhe përpjekjes për të ushqyer në mënyrë korrekte. Për shembull, edhe afër shkollave, kemi vrejt afër shkollave, sa fast foodet janë afër, sa që edhe fëmijëve nxënësave ju servohet një ushqim i shpejt afër aty në fast foodeve që janë afër shkollave. Po, por unë mendoj që kryesisht kjo është edhe një edukim familjar që merret në familje, sepse shumica e prindve munden të përgatisin diçka për fëmijët e tyre që t'i marrin nëpër shkolla. Edhe një gjë shumë e rëndësishme me tregu ku mbetëm të ushqimet të fëmijët nëpër shkolla. Unë e falenderoj shumë bashkëshortin tim, i cili u përgatit çdo mëngjes fëmijëve ushqimin për në shkollë. Derisa ne punëtor shëndetësor jemi para orës 7 gjithherë në punë, ai kujdeset që fëmijëve ushqimin ju përgatit dhe fëmijët e mi marrin gjithë ushqim të shëndetshëm dhe të përgatitur në shkollë. E sa mirë kjo, ja një shembull, pra po uroj që gjithë bashkëshortët, por edhe bashkëshortët që të kenë një raport të tillë dhe të kujdesen për familjen e tyre kështu në këtë mënyrë. Edhe ne zakonisht në zyrën tonë marrim ushqim nga shtëpia. Ju e pasur Ty jap një shembull, pra ju bëft mirë, mund ta shijojmë tash me ushqimi. Po shpresoj që ju pëlqen. Patjetër, po duket i këndshëm. Falenderojmë për ftesën, ishte kënaqësi. Ju falenderojmë për mikpritjen edhe për mundësinë e ofrimit të këtyre informacioneve për qytetarët tanë. Ishte kënaqësi shumë e madhe të dëgjojmë të gjitha këto informacione, por gjithashtu që kemi në studio. Ju bëft mirë. Faleminderit. Shikues dashur, kjo ishte tëra për këtë episod të emisionit Pasion e Profesion. Dua të falenderoj shumë zonjën Xhemile, e cila ishte sot me ne. Zonja Xhemile, faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi e madhe që kemi pas këto. E të presim përsëri. Faleminderit. Ndoshta me ndjen një ëmbëlsi. Faleminderit, faleminderit shumë që ishe përsëri pjesë e emisionit Pasion e Profesion. Ishte kënaqësi shumë e madhe kemi këtu. Edhe ushqimet i keni përgatit shumë të shijshme. E shikues dashur, ne shihemi përsëri të dielën tjetër nga ora 18 në Pasion e Profesion. Mirupafshim.